Ju përshëndes ju miqtë të futbollit me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Elbasan Arena. Do t'jemi sot me emocionet e futbollit europian, por dy skuadra shqiptare. Do t'jetë skuadra 19 vjeçarëve të Bylis përballë skuadrës të dy korikut nga Kosova, nga Prishtina. Luhet sot ky takim për raundin e parë të play-offit në UEFA Youth League. Do t'jenë këto dy skuadra ku shorti i vuri përballë njëra tjetrës në këtë rrugtim. Të dyja skuadra deputuese do të kërkojnë për të vjuar rrugën për mëtej. Luhet sot takimi i parë mes të dyja skuadrave, Bylisi si skuadër pritse, ndërkohë që takimi i kthimit do të zhvillohet në Prishtinë në datën 2 tetor. Do t'jetë ndeshja e kthimit mes të dyja skuadrave, aty ku do të mësojmë se cili prej të dy ekipeve do të vijojë rrugën për mëtej në këtë kompeticion. Është një rrugtim që do të thënë pak i gjatë për të dyja skuadrat, por që do të kërkojnë për të qenë pjesë në fillim të vitit 2025. Kujtojmë që janë fillimisht 24 skuadrat, gjithçka është në bazë të renditive të pikëve që kanë këto klube, përsa i përket renditjes që bëhet në UEFA. Dhe Bylis e dy koriku, skuadra deputuese, kujtojmë 18 shtator dhe 2 tetor. Skuadra e cila do të fitojë nga kjo përballje ndeshjen e radhës do ta ketë përballë dyshes, ose më saktë çiftit University College i Dublinit përballë skuadrës Stjarnan nga Islanda. Ky do të jetë çifti mes të dy ekipeve përsa i përket raundit të dytë. Më pas do të kemi një raund të tretë dhe pas raundit të tretë, i cili zhvillohet në 27 nëntor dhe 11 dhjetor, për të mësuar më shumë se ku mund të shkojnë skuadrat nëse do të arrinë për të shkuar në fazën tjetër të kompeticionit, aty ku është raundi i të 32-tave. Do të jenë skuadrat të cilat do të vijojnë në rrugën më mëtej. Është një short i cili pak a shumë përsa i përket skuadrave të cilat marrin pjesë në Youth League. Skuadrat të cilat janë pjesë e Youth League janë skuadrat të cilat kanë dhe koeficientet e lartë përsa i përket renditjes në UEFA. Ka nisur Youth League me takimet që zhvillohen të ngjashme me përballjet që ne tashmë jemi mësuar në Champions League dhe UEFA Europa League. Është një short i ngjashëm në ndeshjet e para. Skuadrat që kanë arritur të marrin fitore janë Bayern Muniut, Young Boys, Juventus dhe Real Madridit për 19 vjeçarët. Janë skuadrat të cilat kanë nga 3 pikë, ndërkohë që Lille, Sporting i Lisbonës, Milan, Liverpool janë skuadrat që kanë nga 1 pikë. Në nisje dalin në këto momente lojtarët e të dyja skuadrave së bashku me gjyqtarët të cilët vinë nga Franca për të gjykuar këtë takim mes Bylisit dhe dy korikut. UEFA Youth League është raundi i parë, plani i parë për gjyqtarët. Këtë sfidë e gjykon Erik Watlje nga Franca, i ndihmuar nga Letelier dhe Luzinski. Thomas Luzinski është asistenti 2, ndërkohë që gjyqtari 4 është gjyqtari shqiptar Olcit Ferrataj. Përsa i përket formacioneve, skuadra e Bylisit në këtë takim luan me Jaj në port, për Ndreca, Marku, Igor Filipe dhe Merkaj, ndërkohë Thanasi, Ali Merkaj, Olvalo, Nvaneri janë në mesfush dhe Ojo e
Babaide janë lojtarët e sulmit. Ky është formacioni teknikut Arben Ametaj. Ndërkohë në krahun tjetër skuadra e Dykorrikut luan me Bugujevic'i në port, më pas Gashi, Abdullahu, Berisha, Syla, Demolli, Aliaj, Zhubi, Miftari, Mehmeti dhe Maqedonci. Ky është formacioni i skuadrës që drejtohet nga Labinot Haziri, Qeliu Kacelli, Marku, Bushi, Ametaj, Shyti, Cypi, Bregasi dhe Marku janë të gatshëm për skuadrën e Bylisit, ndërkohë që Gegaj, Havoli, Thaçi, Abdullahu, Ameti, Sufi, Shala, Hajrullahu dhe Jashanica të gatshëm në krahun tjetër për skuadrën e Dykorrikut. Shohim dhe hashtagun ku është për të futboll, por të theksuar përse përket ngjyrave të atij shkrimi all për të gjithë. Plani i parë për dy kapitenët tek skuadra e Dykorrikut është Abdullahu, ndërkohë që Aurel Marku në krahun tjetër tek skuadra e Bylisit. Gjithçka gati, shohim lojtarët e dyja skuadrave të cilët do të zgjedhin edhe fushat, por edhe topin kush do ta shkelmoj i pari nga qendra. E sa duket në të majtë e ekranit do të jetë Bylisi me uniformat e kuqe, skuadra Malla Kastriote, kampionët e Shqipërisë. Ndërkohë në krahun tjetër janë kampionët e Kosovës për sezonin e kaluar. Lojtarë interesant, lojtarë të cilët priten me interes. Këtojmë tek skuadra e Bylisit janë disa lojtarë të huaj, ndërkohë që tek skuadra nga Kosova, tek Dykorriku janë të gjithë lojtarë të cilët janë vendas. Pritet gjithçka gati. Plani i parë për Uatlje. Uniformat e verdha, është ngjyrat e verdha janë ngjyrat e Dykorrikut. Gjithçka gati, pritet starti në këto momente. Vjen shkelmimi i topit, starton kjo përballje mes Bylisit dhe Dykorrikut. Berisha, Abdullahu, shemi një këtë top për Syla. Shohim daljen e Syla shumë i shpejt, i drejtohet zonës, mbyll aty Merkaj, mjaft mirë Merkaj, pozicional dhe me zgjuarsi fiton rivënien fundore. Topi takon Jahaj, portieri të skuadrës së Bylisit. I kërkon skuadrës të shtyjë përpara portieri Redi Jahaj. Topi gjati Jahaj. Shohim të rriqet aty numri 19, Ojo. Jahaj edhe një tjetër drejt shtatlartit Ojo, ndorhyn aty Abdullahu, shtatlart kapiteni i skuadrës së Dykorrikut. Nuk largojnë si duhet me Igor Filipe. Përfund edhe një skuadra e Dykorrikut të ketë topin e kontroll. Merkaj për skuadrën e Bylisit, topi përpara. Nuk arrin aty Ojo. Delmir Ojo. Shohim lejon avantazhin gjyqtari. Pas është Babaide. Zhvendoset loja në krahun e majtë, vjen me shpejtësi aty për Ndreca. Jashtë vijave kufizuese topi, rivënie me duar i takon në skuadrës së Bylisit. Do të jetë vetë për Ndreca. Topi gjatë drejt zonës. Ergon Abdullahu, edhe një tjetër provon për Ndreca, ka topin kontrol, vjen kërësimi, kjo goditje me kokë, mbi kuadrat shkon. Babaide, i pari që provon me kokë jashtë kuadratit.
I vetëm fundore i takon Bugujevci. Portieri Alton Bugujevci. Marku mbrapa e dërgon topin. Jahaj për Filipe. Topi gjatë. I ka buar jashtë vijave kufizuese. Them që Bylisi sezonin e kaluar zhvilloi një kampionat të mirë, thuajse dominues ndaj të gjithë kundërshtarëve në Superligën e 19 vjeçarëve, ndërkohë shohim të daljet e Mallakastriotëve për Ndreca ka të ndërhyrje të Miftarit, ndërhyrja është e gabuar, thot kryesori nga Franca, Erik. Ka probleme për Ndrecën. Ndërkohë që Arben Ahmetaj jep udhëzime edhe një tjetër në këmbët e kundërshtarit, ajo ndërhyrje e Miftari. Kontrolloi lojtarët e Bylisit, nuk arrin të dalë në Vaneri. Merka gabon, e rëmbena të top Maqedonsi. Tu kemi tjetër faull, tjetër ndërprerje të lojës. Ola Vole ka pësuar atë faull, goditje e lirë, topi takon skuadrës së Bylisit. Shohim edhe një tjetër Ola Vole, ndërhyrja është e Maqedonsi. Marku në këtë goditje të lirë, do të kemi një top gjatë në drejtim të sulmuesve. Vojnë të dalin lojtarët e dy Korriku, nuk e merr si duhet topin aty me Meti. Pas Marku, provon të bajë edhe njërë Bylisi për para ky pasim për numrin 9, ojo, është Babaide, ka flamur të ngritur. Pozicioni është loje, pa i avancuar Babaide. Shem edhe njërë tjetër, dukshëm, pa i avancuar Babaide. Topi qatë për para, shohim për Syla. E kanë kontrol, Merka e pranti. Vjen Arkimi, Syla, vetëm rrjet e jashme. Provoj shtullën e parë. Gaboj Syla, gjithsesi është ai që ka iniciativën tek skuadra e dy Korrikut. Marku në krahun e majtë dërgon topin. Për Ndreca e tepron me atë mbajtje topi, gjithsesi e kanë kontroll, mbrapa tek Jahaj e dërgon. Shohim numrin 5 Filipe. Edhe një tjetër Jahaj. Sërish për Filipe. Topi gjatë për para. Bëtë top Thanasi. E marrin topin lojtarët e dy Korrikut që kërkojnë dalin me Gashin nga djatha. Arsyeton ai në qendër e kthen tek Demolli. Gashi sërish. Aliaj. Kalon mirë Aliaj, por ka fallë të gjyqtari. Është Eldinho Alimerka e që shkaktoi fallin, ndërkohë këtu topi ka shkuar jashtë vijave kufizuese, rivende me duar për Bylisin. Kristi Merkaj me këtë rivendje me duar. Nuk arrin të dalë aty as Ojo dhe as Thanasi, lojtarët e dy Korrikut largojnë topin. Në prani tifozerisë, por e pak të numër, kryesisht janë prindër të lojtarëve të cilët luajnë në fushën e lojës. Merkaj e kanë kontroll Ali Merkaj mbrapa topi, rivendje me duar i takon skuadrës të dy Korrikut.
Syla, në rivënë me duar, Demoli, lëviz mirë ai Berisha, Abdullahu, e dërgon topin në krahun e djathtë të Gashi, gabon pasimin Gashi, gjithsesi e ka në kontroll me anë të Miftarit, ky top drejt zonës, Ali Merka ndërhyn për një çast, më pas Merka e Syla, ka një flamur të ngritur. Kemi një pozicion e shlohet të akorduar nga ana e gjyqtarëve. Jahaj do tjetë në këtë goditje të lirë. Shohim edhe një herë tjetër. I vëmendshëm asistenti. Shohim këtë dalje. Vaneri brenda zonës. Gashi ndërhyn në fund. Më pas Berisha. Topi mbetet brenda vijave kufizuese për Ndreca, nuk pason si duhet. Miftari del skuadra e dy korrigut. Shohim Mehmetin me Filipe në këtë duel. Mehmeti shumë i shpejt. Mehmeti, Filipe i ndërhyn sakt. E mbyll ato, provon Mehmeti. Arrin ta fitoj, vjen kërcimi. Është i gabuar. Shkon jashtë zone. Dhe këtu kemi faul në favor të Bylisit. Thanasi me zgjuarsi ka arritur të fitojë atë faul. Numri 11 i Bylisit, shohim edhe një herë tjetër. I vodhi kohën kundërshtarit, provoi të dilte. Filipe e dërgon tek Ali Merkaj, kapiteni i Mallakastriotëve. Për Ndreca e kanë kontroll Miftari pranë tij. Vendoset drejt qendrës, mbrapa dërgon në zonë të sigurt kapiteni Ali Merkaj, horizontal pasimi, Filipe. Provon të shty vetaj, gjen sakt numrin 2 Merkaj, Filipe sërish. Vismir aty numri 19 Ojo. Merkaj e forcë arrin të jetë kontrollin e topit. Të mbaj skuadrën për para. Shohim Ali Merkaj për Ndrecën, më i fortë se ç'duhet ai pasim. Por një lëvizje mjaft e mirë aty e në Vaneri, i cili krijoi hapësirën për Ndrecës, pavarësisht se pasimi nuk ishte i duri Ali Merkaj. Ali Merkaj, Ojo nuk arrin të kontrolloj topin, Berisha largon, e dorëzon të kundërshtarët, për Ndreca lë jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar, e 11 minutë luhet. Shifrat e barabarta UEFA Youth League. Filipe, Ali Merkaj. Ki pasim për Ojo, pozicioni i rregull brenda zonës, Ojo e djatha. Syla nuk e lejon të bëjë një goditje të drejtë për drejtën, por e mbyll. Shohim aty Gashi në dueli me Vaneri. I vjen me duar i takon skuadrës së dy korrikut. Shohim Babaide. Ojo, i shpejt e i sakt, Bugujevci. Nuk ka faul.
Babaide kërkoi një ndërhyrje të gabuar të kundërshtarit, nuk ndan njëjtin mendim kryesori Erik nga Franca. Gashi kon pasimin për Mehmetin. Alimer ka ndërhyrën, pas për Ndreca. Vaneri. Mbasin topin lojtarët e Bylisit, 22 Koriku. Aliaj. Edhe një tjetër Aliaj. Ndërhyrën saktë aty Alimerka. Ky pasim që mbyllet nga Aliaj ishte i vertikalizim, ndërkohë tjetër topi i rikuperuar nga Olavole për Ndreca, ka fallë dhe ti kemi goditje të lirë. Ka bën edhe një tjetër Mishtari. Për Ndreca, ka hapësirën, pritet kërësimi, shumë i gabuar i për Ndrecës, gabon gjithçka në atë arkim. Ahmetaj me këtë top gjatë, ndërhyn aty Merkaj, nisë Thanasi, shumë i shpejt, teknik Thanasi, një mëngjarrash Thanasi, e të prom pak me mbajtjen e topit, e marrin kundërshtarët që provojnë nisën me shpejtësi përpara Mehmeti, fton Sylën, top i gjatë i Syla, shohim Marku, i kujdesshëm kapiteni, arrin të mbyll, provon të dalë vetë, gjithë Marku, fiton metra, gabon pasimin me Sylën, lojtarët e dy Korrikut, sërish ai që rikuperon është Marku. Vaneri del me shpejtësi, Vaneri nga e majta, shohim top i Bukujevsi. Alia e kthen mbrapa. Arsyetojnë tashmë lojtarët e dy Korrikut, Berisha me topin kontroll, në të majtë e dërgon tek Zhubi, edhe një tjetër Zhubi. Aliaj, Syla, kërkohet sërish Zhubi, ka tokë prekur me dorë. Dhe këtu kemi karton të verdhë për numrin 5 Filipe. Igor Filipe ndëshkohet me kartonin e verdhë. Vjen ky kërësim në shtyllën e dytë, Marku me kokë më pas kontrollon portieri Jahaj. Shohim ka probleme për dy lojtarë, ndalojën gjyqtari. Shohim nëse do duhen stafet mjekësore. Përfiton nga ky moment Arben Ahmetaj për të dhënë udhëzime, pikërisht me Ali Merkaj. Ashtu dhe Thanasi, udhëzime për të dy lojtarët. Marku tek Filipe. Thanasi provon ta lërë për Ali Merkajn.
Do rinë ty Ola Vole, pozicional qendërmbrojtësi. Marku daljen e Nvanerit, jashtë vijave kufizuese topi, rivënie me duar. I takon skuadrës së dy Korrikut. Gashi në rivënie me duar. Mehmeti. Filipe mbylla i rivënie me duar. Edhe një tjetër topi jashtë vijave kufizuese. Çka bën që loja të mos ketë ritëm. Ndalesa topat që shkojnë jashtë vijave kufizuese. Tjetër ndërprerje, këtë herë faul. Dyre gabuar ndaj kapitenit Marku. Ishte numri 11 Maqedonsi, ai që ndërhyri në mënyrë të gabuar. Jahaj. Marku përvon gjej për ndrecën, jashtë vijave kufizuese shkon topi. I takon skuadrës së dy Korrikut. Kontrollon kapiteni Ahmeta Abdullahu. Berisha ka top prekur me dorë. Ka qenë numri 9 Bavaide. Edhe një tjetër skuadra dy Korrikut që provon të dalë përpara, ky top për Mehmetin. Shojmë Syla kthen në qendër, kjo goditje, çfarë ka humbur? Demolli, mundësia e artë për dy Korrikun. Gabon gjithçka Demolli. Shumë pranë portës, shojmë edhe një tjetër. Syla, ajo marrje, gjeti sakt Demollin, sa shumë vonoi për goditjen. Mundësia më e mirë i takon skuadrës të dy Korrikut, të paktën për këto minutat e zhvilluara. Braba topi i Filipe tek Jahaj. Ola Vole. Shkon tek Përndreca në të majt. Braba e dërgon Përndreca tek kapiteni Marku. Ola Vole. Filipe. She daljen e Merkajt. Thanasi e ka topin kontrol. Ola Vole. Përndreca provon ty drejt zonës Përndreca dhe këtu kemi faul, goditje dënimi, ndërhyrje gabuar ndaj Përndrecës dhe mundësi për Bylisin për të provuar kuadratin e portës, pozicionisht i favorshëm. Shohim se cili do të jetë nga ana e lojtarëve Mallakastriot për të provuar drejt portës. Ky faul i shkaktuar nga ana Miftari. Shohim çfarë do sjellë kjo goditje e lirë. Thanasi pranë topit. Pritet sinjalizimi i kryesorit Erik. Vjen në këto momente. Niset Thanasi e majta e tij, topi që devijohet në këndore e para e kësaj sfide. Goditja në kënd i takon skuadrës së Bylisit. E majta e Thanasit u ndal në murin mbrojtës.
këshillon lojtarët në zonë kryesori Erik. Shojmë çfarë do sjellë kjo goditje nga këndi. Arkimi është i lartë në shtyllën e dytë, nuk arrin Marku ta mbajë brenda vijave kufizuese, ta kthejë për shokët e skuadrës, kapiteni i Bylisit. I vend fundore i takon portierit Bukujevsi. Berisha. Abdullahu, edhe një tjetër Berisha. E të pronë me të mbajtje topit, gjithsesi e kanë kontrol, nuk arrin të rëmbej aty o jo. Famë ndaj Marku, tjetër ndërprerje e lojës, nuk ka ritëm. Filipe, Jahaj. Topi gjati portierit, kërkohet o jo, Ali Merkaj. Olavole. Merkaj. Filipe. Jahaj mbrapa. Këto vigjati Filipe. Ojo. Nuk arrin të kalojë, rivënë me duar, i takon skuadrës së Bylisit. Merkaj avancon. Është ai që kryen rivëndet me duar. Mbrojtësi i kraut të djathtë mbrapa e dërgon topin tek Filipe. Me njëherë për kapitenin Marku. Provon ta zhvendos tashmë lojën nga Majta. Lëvizjen e Përndrecës. Gashi ndërhyr me kokë, dorëzon tek Përndreca. Maqedonci pranë tij. Është Miftari, vjen në ky arkim. O jo! Nuk koordinohet në goditje. Kohë topi prekur me dorë. Ko dalin me shpejtësi lojtarët e dy korrikut, ky pasim për Mehmetin. Marku pozicional, ndërkohë që Jahaj tek Merkaj me njëherë. Çfarë gabimi! Spektakolar Jahaj. Shpëton skuadrën e Bylisit. Në vështirësi, Kristi Merkaj, plani parë për numrin 2. Thanasi. E të prënë me mbajtje topit. Ndërhyn Olavole. Rëvënë me duar për dy korrikun. Syla. Gabona i Ali Merkaj kontrollon. Gjen saktë Merkaj, edhe një tjetër Ali Merkaj. Topi gjatë për para. Babaide. Abdullahu, del fitues, pas është Miftari, Demoli, për mbasin topi lojtarët e dy korrikut, për fund Olavole, vetëm me duar për dy korrikun. Ky top i lartë, Jahaj i pasigurt, nuk arrin ta shfrytëzojë aty Maqedonci. Çfarë mundësie për dy korrikun. Tjetër mundësi për të gjetur rrugën e rrjetës, gaboi sërish. Marku. Babaide. Përndreca. Topi gjatë për Thanasin. E mbrin Thanasi. Syla shkon pranë tij, Thanasi. E kanë kontrol gjithë Thanasi, Ali Merkaj, Thanasi. Nuk arrin aty Babaide të fjet kontrollin e topit, largoi lojtarët e dy korrikut. Mjaft mirë Thanasi në atë ndalim të topit. Provoi kombinimet fasën ofensive, por të vëmendshëm që lojtarët e dy korrikut larguan. Merkaj.
Ali Merkaj kombinojnë mes tyre, Merkaj kanë kontroll, Thanasi. Tjetër top që i takon skuadrës së Bylisit. Për Ndreca, nga krau i majt, shkon drejt fundores, pritet Arkimi, vjen në qendër. Reagohet topi Thanasi. Më pas është Ola Vole. Ojo, rëfon topin në qendër. Edhe një tjetër lojtarët e dy korrikut, që kërkojnë të organizohen përpara. Filipe e mban brenda vijave kufizuese, mjaft mirë Filipe. Ojo, e mban mirë topi gjithjo Ojo mes dy kundërshtarëve. Ojo vendon pasimin, Syla është ai që largon rivënë me duar për Bylisin. Shojmë mjaft mirë në Vaneri, vjen ky kërsim Thanasi. Ojo, Maqedonsi, shojmë Mehmeti, Maqedonsi edhe një tjetër kërkohet Miftari, por Marku është pozicional. Vendoset mjaft mirë që ndërmbrojtësi Marku. Për Ndreca, në këtë top gjatë, Ojo, nuk vjet në kontroll. Mbrapa e kthem, por jo, thot gjyqtari, topi ka shkuar jashtë vijave kufizuese, çfarë mundësie për Bylisin. Ojo. Shem edhe një tjetër. Nuk e ka dalë Ojo ta mbaj brenda vijave kufizuese. Bugujevski në rivendje fundore, më pas është Abdullau. Topi gjatë i kapitenit të dy korrikut. Shojmë Mehmeti e merr mirë topi, Mehmeti brenda zonës, Mehmeti, Marku. Edhe një tjetër vendimtar i pakalueshëm, kapiteni i Bylisit. Një ndeshje e mirë deri në këto minuta, e 31 luhet në Elbasan Arena. Youth League, Bylisi përballë dy korrikut, dy skuadra shqiptare në këtë round të parë në përballjet mes tyre. Kujtojmë takimi i kthimit në Prishtinë do të jetë në 2 tetor. Shkon nga këndi Zhubi. Të shohim markimin e Zhubit. E para goditja nga këndi për dy korrikun. Kemi një skem. Ali Merkaj nuk largon si duhet, Demolli, vjen Arkimi, i gabuar, jashtë vijave kufizuese. Numri 10 Demolli nuk arkoi si duhet. Bylisi ka krijuar më shumë volum loje, por skuadra e dy korrikut është ajo që ka patur mundësitë më të mira për të gjetur rrugën e rjetës. Gjithsesi të pandryshuar shifrat. Ali Merkaj e dërgon tek Thanasi. Ojo, Ali Merkaj sërish për Ojo. Del me shpejtësi aty Bugujevsi, kontrollon portieri. Miftari gabon, Babaide, Thanasi, ka hapësirën, mund të shty vetë për para Thanasi, i thje Thanasi, e mban topin, nuk ka faul, s'ka rregull, të rëmben topin Syla, e ko shojmë Ola Vole, çfarë rikuperimi, Ali Merkaj, edhe një tjetër nigeriani, Ola Vole, Merkaj, ki pasim për Ojo, e kanë kontroll Ojo, Berisha nuk i ndahet, Ojo me forcë. Jashtë vijave kufizuese shkon topi.
Merkaj në rivendjen me duar. Thanasi bënon goditjen, Filipe rikuperon edhe një tjetër, gjithje Filipe, lëviz mirë. Ola vole, Thanasi për Merkaj, pritet arkimi, vjeni Merkaj. Shojmë Ali Merkaj. Ky pasime Majta, çfarë ka humbur? Nvaneri, mundësia më e mirë për Bylisin. Vjen në këto momente 33 minutë, nuk shfrytëzohet nga Mallakastriotët. Shojmë edhe një herë tjetër. Nuk largoi si duhet skuadra dy korrikut Ali Merkaj. Çfarë pasimi dhe i menjëhershëm në goditje. Numër 7 Nvaneri ka gabuar. Berisha, topi gjatë drejt Mehmetit, ndërhyn Marku me kokë. Zhubi, Demoli. Fton Maqedonsin. Maqedonsi provon ty në zonë, Maqedonsi jashtë kufizuese, rivënie fundore për portierin Njahaj. Shojmë këtë top të gjatë Jahaj. Ali Merkaj e dërgon tek Nvaneri. Ky krosimi Nvanerit për Ojo, lexon që s'ka mirë Syla, sërish Nvaneri. Shojmë goditjen. Ishte Babaide. Kjo rëveshat e Thanasit provon të dhuroj spektakël. Jashtë por vendimtar edhe Bukujevski, portieri e parë për Bukujevski. Shojmë edhe një tjetër, ky është momenti kur Bukujevski pozicional arriti të largoj topin në atë goditje të Nvaneri. Provon presingun tashmë skuadra e Bylisit. Zhubi, mjaft mirë Ali Merkaj, tjetër topi gruperuar nga Ojo, lëviz mirë Ojo. Çfarë ka humbur Ojo? As nuk shërbeu, as nuk goditi portën. Triploi këtë që i doli përpara, por në fund nuk arriti të finalizoj. Tjetër mundësi për Bylisin. Tjetër rast i shpërdoruar. Viktor Ayomido Ojo, nigeriani, ka gabuar gjithçka pak çaste më parë. Kishte gjitha mundësitë për t'i dhënë avantazhin skuadrës së Bylisit. Berisha, topi gjatë përpara. Syla, e mbyll Merkaj, Syla sërish, gjithnjë Syla. Tjetër topi gabuar, Thanasi. Largon Merkaj. Delmir Thanasi. Thanasi. Shë lëvizjen e Babaide. Me forcë s'duhet ai top, del dhe kontrollon portieri Bukujevski. Sërish portieri Bukujevski. Me pasime tashmë lojtarët e dy korrikut provojnë të dalin gradualisht në fazën sulmuese. Demoli. Mbrapa dërgon topin edhe një tjetër tek Berisha, ky tek Abdullahu. Çarkullojnë topin në pravëvijën e tyre lojtarët e dy korrikut. Gashi. Provon të kalojë vetë, gjithnjë Gashi. Mbyllet. Marrin topin lojtarët e Partizanit me Nvaneri, provojnë të organizohen përpara. Për të mbështetjen e të tjerëve, Nvaneri, kalimi është mjaft i mirë. Çojmë Nvaneri,
I shpejt, por e tepron me top të lëshuar nga këmbët. Ka mbyllur kapiteni Abdullahu. Merkaj. Tu Filipe ndal numrin 13 Syla, në minutë pa rregull të gjyqtari, kemi goditje të lirë për skuadrën e dy Korrikut. Kronometri shënon minutën e 38. Maqedonsi dhe Zhubi pranë topit. Të shohim se çfarë do sjellë kjo goditje e lirë për skuadrën e dy Korrikut. Vjen Arkimi, është i lartë. Kontrollon Jahe pa problem portieri. Nuk nxitohet Jahe. Pasimi për Syla. Ishte Filipe Ali Merkaj. Top drejt Thanasit. Nuk arrin ta marrë Thanasi. I ndërhyjnë kundërshtarët, ja rrëmbejnë topin. Syla. Alia e dërgon topin mbrapa tek Berisha. Abdullahu. Berisha sërish. Topi gjati Berishës. Filipe. Vetëm me kokë. Maqedonsi Ola Vole del fitues në atë duel. Babaide. Zhubi. Kom pik pasimi, to birë si gjatë ti. Do të jetë Syla në rivendi me duar. Donart Syla. Do hynë në Merkaj, Thanasi. Kombinojnë mirë lojtarët e Bylisit. Vjen dhe Nvaneri, lëviz mirë gjithjen Nvaneri. Ky pasim, jo, brenda zonës, kjo e majt, mbi port shkon. Rivendi fundore, rrezikshëm Bylisi, edhe njëherë tjetër. Është Ojoj që shfaqet kërcënueshëm për prapa vijën e dy Korrikut. Shohim të majtin e Ojo. Pak mitrau në portët shkon. Berisha. Jemi në 5 minutat e fundit pjesës parë. Shifrat janë të barabarta 0-0. Këtu nuk ka faul. Gjithçka e rregullt, topi shkon jashtë vijave kufizuese. Demoli nga të duel me Ola Vole. Topi gjatë, Jahaj, lexon gjithçka mirë, kontrollon shkurtimisht për Markut. Provon të niset edhe një nga prapa vija skuadra e Bylisit. Avancon kapiteni, fiton metra, por nuk ka pik pasimi përpara. Mbrapa dërgon topin tek Përndreca.
humb disi ekuilibrin për Ndreca, por e ka topin kontroll, më pas është Nvaneri. I vjen me duar i takon Bylisit. Me shpejtësi Nvaneri, Babaide. Ola Vole. Tek Thanasi ai top, provon ta ul Thanasi, në vështirësi arrin ta ketë në kontroll. Ali Merkaj. Merkaj, sërish për Ali Merkaj. Kombinojnë me styre edhe një tjetër, Ali Merkaj Demolli ndërhyn, por Ali Merkaj provon ta rifitoj topin, e humbet sërish. Demolli, she lëvizje në numrit 7. Miftari. Probleme për Mehmetin, nëse duket lojtarin sulmues të skuadrës së dy korrikut, qendër sulmuesin. Është një problem muskulor për të. Shumë se do të vi stafi mjekësor i skuadrës së dy korrikut për t'i ardhur në ndihmë. Jemi në fundin e pjesës parë, shifra të barabarta 0-0. Një lojë e cila nuk ka patur ritëm, edhe pse ka patur raste fillimisht për skuadrën e dy korrikut, më pas me Ojo për Bylisin. Të dyja skuadrat nuk i kanë shfrytzuar mundësitë e paraqitura, nuk e bërë që shifrat të mos ndryshojnë. Gjithsesi është një eksperiencë e re si për skuadrën e Bylisit, ashtu edhe për atë të dy korrikut, të dy ekipet janë për herë të parë në këtë event UEFA Youth League. Kujtojmë së bashku do të përballen edhe në datën 2 tetor në ndeshjen e kthimit, që do të zhvillohet në Kosovë, në Prishtinë. Të dyja skuadrat vjen të marrin ndihmën e stafit mjekësor numri 20 Mehmeti. Sekondat kalojnë. Jemi në çastet e fundit të fraksionit të parë të lojës. Shohim nëse gjyqtarët përsa i përket minutave shtesë. Kujtojmë që gjyqtari 4 është Olsion Uzeiraj. Rivëni me duar i takon skuadrës së dy korrikut. Do të ketë fair play pasi ishin lojtarët e Bylisit edhe të cilët e larguan topin jashtë vijave kufizuese për të ardhur në ndihmë e Mehmetit, i cili nuk duket të ketë diçka serioze. Topi takon skuadrës së dy korrikut në rivënie me duar. Kapiteni Abdullahu. Topi gjatë i tij kërkohet më një herë Mehmeti, është rikthyer në fushën e lojës. Duket se ka qenë një ngërç muskulor i për të dhe është në fushën e lojës. E mbyll këtu kryesori nga Franca Erik pjesën e parë, gjithçka e barabartë 0-0. Në ndeshjen deputuese në Youth League për skuadrat e Bylisit dhe dy korrikut për 19 vjeçarët. Bashkë rikthehemi pasi pushimit të shkurtër.